kryelajmi i këtij muaji do të jetë pikërisht ky reagim që kryeministri Rama ka bërë sot përpara grupit parlamentar Partisë Socialiste, përpara deputetëve dhe kryetarëve të bashkisë. Si e lexove, cilat ishin mesazhet kryesore, si e lexove këtë ndryshim kursi, se e konsideroi dhe kthesa e madhe, madje i kishte vënë dhe emër Besa. E konsideroj shumë pozitive reagimin. Filloi që nga Thethi, që nga vajtja në Theth, ishte e domosdoshme, kurajoze vajtja në Theth, me atë që pat 90 vjet, por e sotmja është pikë tjetër kthese shumë e rëndësishme. Nëse kjo do pasohet me veprim, me aksion, me vendime, me reformë të thellë në administratë dhe në mënyrën e kulturën qeverisëse, kjo do jetë një pikë kthese e rëndësishme për vendin që realisht pastaj përgatitet në mënyrë reale për të u futur me një këmbë në Evropë, se me të dyja kemi prapë kohë, na duhet punë. Por fakti që kryeministri reagon dhe thot protesta e qindra mira dje me vajza shqiptarë nëpër bulevardet e Tiranës në këtë vapë të tmerrshme, e ka ndihmuar qeverisin e vendit që të shërbesi një pasqyrë reale keq qeverisjes, sepse Zoti ne na ka dhënë një pasqyrë për pa ftyrën, por nuk na ka dhënë një pasqyrë për pa veprimet tona. Dhe atë nëse s'ke opozitë, që është e dukshme që mungesa e opozitës ka sjell edhe përgjumin e administratës dhe ndryshkun e administratës publike, smunjen, kancerin e administratës publike që është. Mungesa e opozitës Zef e ka sjell? Po, është një nga arsyet, sepse protesta është opozitë në vetvete, është një pasqyrë, opozita është pasqyrë e veprimeve tua. Të zbërthen bërish, nuk të lënë me gabu lehtë. Që ne nuk e kemi pas opozitën, pavarësisht se qeveria ka bërë punën e vet që të mos jetë në rregull opozita, që të jetë handikape, që të mos funksionojë. Po. Por nga ana tjetër, opozita vërtet është populli në shesh. Dhe nëse qeveria do vazhdonte me kryenësi në drejtimin tjetër, në të kundërshtimit të një revolte të tillë që s'ka bëu vakin Shqipëri të zgjas 2 muaj tani. 55 ditë sot. Atëherë kjo do të çonte drejt një përplasje sociale, shenjat ishin dhe ata janë treguar jashtëzakonisht europian, advetar, të jashtëzakonshëm që nuk prishin asgjë. Ke një fletë aty Zef? Nuk prishin asgjë dhe detyruan kryeministrin që për mendimin tim tani po tregon vlera gjithsesi. Pavarësisht se njerëzit nuk do besojnë në llafe sepse Rama është PR jashtëzakonshëm, orator i jashtëzakonshëm. Më të fortë komunikimin fakt. Por njerëzit këtë radhë nuk do ndalen këtu, do presin kthesën reale. Atë besin që thot kryeministri tani, njerëzit nuk do ta shikojnë më nga fjalët e bukura ose demagogjia, do ta shikojnë nga aktet. Kthesa reale që do në Shqipëria. Dhe ne mund të flasim këtu së bashku. Ku mendon? Jo, flasim se prandaj çfarë duan shqiptarët realisht, një familje shqiptare. Unë jam punëdhënës i madh në këtë vend tash 35 vjet. Dhe i di hallet e punëtorëve të mi, e bashkëpunëtorëve të mi. Një familje shqiptare, e një punëtori tim, sot hargjon afërsisht 80% pagës për të ushqyer. Çmimet kanë shkuar në stratosferë. Inflacioni është i jashtëzakonshëm. Dhe për të ushqyer, të hargjosh gjysmën e pagës, 80% pagës, 70% pagës. Unë kam 35 vjet që jap ushqim falas në pronarmarrjet e mia dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve të mi kush e ka mundësinë ta bëj. Nuk është e lehtë, por ta bëj, sepse bëjmë një të mirë të jashtëzakonshëm, paktu ne heqim një shpenzim punojës vetan. Edhe ju japim një ushqim të ngrohtë. Pra hargjojnë afërsisht 70-80%, se varet e ke paga, për të ushqyer. Një pjesë e madhe ka një pagë, s'kan 2 në shtëpi, se hajde kur ke 2 diçka më ndrysh. Por familja shqiptare çfarë është shqetëson tjetër? Një familje e shqiptare sot, me çmimet që kanë shkuar në treg, nuk e blen dot një shtëpi.
Nuk mundet gjithë jetën punoj, nuk i blen dot një apartament 1+1. Një familje, ose një punëtori, ose një shqiptari thjesht, po usëmur, të shkojt paguaj doktorin të spitali, se prek me dorë as infermierja. E jemi në këtë realitet apo jo? Po, kjo është e vërtet. Po ne i kemi të përditshëm këto. Paguajm sigurimet shoqërore, tani janë dyfishuar. Atje nuk merr asgjë. Ose si të shkollohet fëmia jot këtu? Merr një diplomë falso. Ju nuk besoni. Vazhdojnë të shiten si më parë, edhe pse janë përgjysmore shkollat që shisin diplomat. Socialistët fleten gjumë mas reformës parë, dhe ajo smundja është aty. Tjetër, nëse ti ke punë me polici, me prokuri, me gjykata, je i marrë fund. Sepse ata kanë kuptuar pavarësinë si e drejtë tyre për të bërë çfarë duan me jetën dhe me pronën e njerëzve. Ke problem me pronat. Janë mbyllur agjencitë e kthimit pronave. Gjysma e shqiptarëve i kanë pronat e pakthyer. Ja, fillojmë që nga theti. E shkojmë deri në Konispol, po duash. Sepse u mbyllën agjencitë, njerëzit janë jashtë, duke punuar për mjetet kryesore të jetesës. S'ka kush të aplikoj. Sistemet janë bërë online, kush do bëjë online. Unë përpiqem ne online sot. Po imagjinoj e tjerët. Përpiqem me qenë online, po i pjesë e madhe, gjysma, ma tepër popullsisë nuk është autoeficiente për të shërbyer vetvetes online. Këta janë hallet e përditshme të një familje shqiptare. Po t'i kthehemi tani hallet e bizneseve shqiptare, sepse ne kemi të gjithë të kohë. Ne po shikojmë një rikthim të recidivave të rënda të komunizmit, të bolshevizmit kundër sipërmarrjeve shqiptare. Kundër sipërmarrjeve të huaja. Po kush e mban? Kush e mban këtë popull me bukë? Kush e siguron mirëqendjen? Vetëm sipërmarrja siguron mirëqendjen. Ato punësojnë njerëzit dhe ato t'japin taksat ty si shtet që të bëjsh edhe ti investimet e tua dhe të përballësh shpenzimet e tua. Ne kemi një sulm masiv ndaj sipërmarrjes shqiptare, gjithë me një thes, për t'i shkyrë, për t'i coptuar, për t'i vjedhur, gjithë masivisht. 190.000 afërsisht është administrata publike sot. Së bashku me 750.000 pensionistë konsumojnë gjysmën e buxhetit. Zotni, afërsisht 300 milion euro kena disbalancën midis pensioneve dhe kontributeve për pensionet, që duhet financuar nga buxheti. Dhe ti ke shtuar 190.000 administratë publike, të cilët çfarë bëjnë? Kanë krijuar se duhet t'i japin punë diçka atyre. E sulmoj sot 15 inspektoriate që vinë veç me gjoba në për biznese me të marrë frymen. Nuk ke këte, nuk ke këte, nuk ke atë, nuk ke, po se boni kështu, po se më dhe kaq, unë të fiki fabriket, të fiki nërmarjen, të shkatroj me gjoba, të bëj këte, të bëj atë. Leja ndërtimi në Shqipëri një luksi jashtëzakonshëm edhe pse paguajnë afërsisht 10% preventivit para pagim, taksa bashkive. Edhe është bërë monopol i ca arkitektë thuaj sikur këtu s'ka asnjë. Epse duhet vjen nga lart poshtë leja e ndërtimit, duhet vjen nga poshtë lart. Ku janë vijat e verdha që i kishim tradita dikur? Pse nuk ban masterplanet, 10 vjeçare, 15 vjeçare, që gjithse kush ta di ku ta blej tokën, mos harxoj lekët kot. Këtu ndërtohet, tu s'ndërtohet. Ajo është dorë qeverisë. Pjesa dhënies lejeve konkrete është e bashkive. 100 gjëra që nuk funksionojnë në rregull. Ne me zërin ton, sado të vogël, kemi kohë që ja themi qeverisë. Se kemi thonë dhe ato që ka bërë mirë, se jo gjitha i ka bërë keq. Se rilindja urbane e Shqipërisë është realitet pik i kësaj qeverie. Fillimi i rilindje 2 e konsideroi dikush. Por i kemi thonë dhe çfarë janë problematikat, cilat janë gjëra që nuk ecin mirë, ku përshkojmë se ti ke edhe një vetë konsum dhe natyrshëm në mandatin e 4. Se ju mërzitesh, robëve të shtëpisë ju mërzitesh 4 mandate. Dhe kjo, edhe nëse ti e duke punuar shumë mirë, ke arrit të përmirësosh gjendjen ekonomike dhe mirëqenien e popullit, i cili është ngrit në një lartësi tjetër tani, nga një varfëri në një lartësi tjetër dhe shef më lart. Kështu që kërkesat i ka më të mëdha se sa kur ishte poshtë i varfër. E këtë duhet ta kesh parasysh dhe mos kujtoj as kryeministri as qeveria se fjalët e mira për
qeverisjen e mirë ose rezultatet ja thonë njerëzit sot. Jo, ja thonë kur provoj një kryeministër tjetër që mund të jetë më i keq se ky, atëherë do t'ja dinë këtij. Tani kanë për detyrë vetëm të dëgjojnë njerëzit. Hallet e përditshme, sepse po ju garantoj tu, ne ishim sot në kontakt me gjithë industrinë tonë fushës. Sot. Ne nuk mund qëndrojmë këmbë. Industria bazë e Shqipërisë, që është industria ndërtimit, e prodhimit material ndërtimit dhe ndërtimit, sot është në kolaps total. Janë punëdhënësit më të mëdhej, janë ata që gjenerojnë, ka qenë shtylla korrizore e mbajtjes së ekonomisë sonë. Krahas turizmit që hangri godite qenë qershor, se turizmi hangri godite, nga protestat, ndoshta futja e keqdashësve tanë të përhershëm fqinj, që na kanë halë në sy, dhe me qëllim që të godasin turizmin, aderimin në Evropë, bumin ekonomik që kemi, dhe kjo ndikoj direkt. Impact drejt për drejt, qënë qërshor, që nuk besoj se shkojnë 10 milion sot, si mjetë turistët, numri turistave, ishte në 12 milion vitin që shkoj. Shoj që po barë në aeroportin e Florës, një gjë që është e pa imagjinueshme. Blokohet aeroporti, do bëhet i sherr atje koti, blokohet pak të leret punojnë, garantoj ati që është i zotit ta mbaroj aeroportin, pastaj shkojnë në përgjigje sa duan ata. Por ti lejoj ati që ka fuqi ta mbaroj, edhe që ke bë kontratën të mbaroj aeroportin. Ose çojnë të gjithë kundër investimeve tuaja. Pse ndodh kjo kacafytje për tokën në ret? Unë kam një përshtypje personale. Pjesa dërmuese e tokave në Bregdet nuk ka pas pronar. Kanë qenë shtetit dhe të zotit. Tani njerëzit shohin lek, shohin zbuvin parat mëdha, thonë pse mos përfitojmë mëdha. Shqeti duhet një krehje perfekte e pronave në Bregdet, se dhe me të gjitha ligjet përpara ka qenë që mos kthehen pronat në një farë distancë me ujin, të mos kthehen. Të mbeten edhe nëse ka pas i vaj dokumenti. Prandaj them që ka është mbledh një mal me gjëra tani. Dhe për ta gjetë fijen e Lamshit nuk është shaka tani. Nuk është shaka, se do ta gjesh fijen dhe do ta tërheqish derisa ta shkërmoqësh Lamsh. Pastaj a janë zot socialistët? A mjafton kjo, po them unë, po? Apo nuk do jenë zot? Nëse nuk do të jenë zot, ata që kanë qenë taftë për me organizuar protest, që janë shqiptarë normal, ata do jenë zot ta bëjnë një qeveri, një që u bon në Hungari. Sepse ato të opozitës që i kemi që po, unë nuk besoj se më të bëjnë qeveri ma ato, shpresojnë që brezat e ri ta bëjnë. Unë them se nëse këta socialistat nuk reagojnë tani me vepra, me që vetë kryeministri tha që protesta që pasqyrë e keq qeverisë sonë, pasqyrë saktë keq qeverisë sonë, e defekteve, e të metave, ne po gabonim shumë randë që s'po dëgjonim atë që po thonin njerëzit atje. Ty mu i rresh në pikë vapës ata njerëz? Okej, thurim sa dush komplote imagjinare ose jo, prapë ne do të shikojmë ku jemi ne, ku po çalojmë ne. Dhe reagimi sot për mendimin tim ishte pozitiv. A mjafton se dakord, a mjafton ky reagim për të çuar ata njerëz në shtëpi, se ky është thelbi i gjës. Pra edhe nëse mendojmë që do kemi vërtet një kthes të madhe, dhe unë jam dakord që duhet presim disa akte që njerëzit realisht të ri-investohen në kredibilitetin e kësaj mazhorance. Po, a mjafton kjo, Zef, a mendon se me këtë kthes në madhe do të vijë edhe zgjidhja për sa i përket, se duhet ta themi, kjo nuk është krizë me cilën jemi mësuar, pra nuk ka të bëjmë me qeverinë edhe opozitën, ka të bëjmë me një krizë të legitimitetit të sistemit. Pra, a mendon se kjo është zgjidhja? A do t'i jap zgjidhje, se a është kjo zgjidhja? Pyetja është gjëre gjatë për të ju përgjigjur. Do të thënë, a kemi ne besim që do i korrigjoj gabimet ai që ka bërë, është pak a shumë esenca kësaj që thotë. E kisha më pas këtë, Unë mendoj se Rama është shumë i zgjuar, shumë i aftë si kryeministër, është kanë mandati i 4, pastaj të konsumon ajo, siç e thash më parë. Por fakti që ka reaguar pozitiv
reagim që ne ja kemi thonë tash një vit. Fakti që e ka pranuar. Ja kemi thonë tash një vit, dikush ma egër, dikush pak ma but, unë nuk jam nga ato trimat e egër, po ato që kam bërgjatën. Ja ke thonë këtë studio. Ja kam thonë këtë studio disa herë, edhe për thethin i kemi thonë duke bë gabim ndërhyrja në theth në mënyrë brutale, në mënyrë masive brutale. Selektive ishte e drejtë. Dhe pastaj nuk duhet ndërhyrë në atë kohë, duhet ndërhyrë mas sezonit, duhet ndërhyrë nga nëntori. Që të mos trembishin ata njerëz edhe mos krijoni atë plan kaq të madh atje, tani ka shku për ta sheru. A besoj njerëzit se do ta sheroj Rama, edhe procedura e paketës maleve dhe dyfishimit biznesit janë komplikuara, që unë do ta filloja thoja kryeministrit përpara se të shkojmë ka ajo jep jo tokën njerëzve. Sepse ata mbase nuk janë zot ta zhvillojnë vetë, lidhen me biznesin, si jep ju tokën. Jepi dokumentet e procesisë, por si janë ndame me more pjesa dërmose. Se janë pa dokumente. 50% e Shqipërisë nuk ka dokumente, përfshim mu. S'ka qenë njëri këtu për të bë aplikimet në kohën e dur, këto kanë mbyllë zyrat, s'ke ku e merr më. Shkon në gjykata, ja 5 herë kam aplikuar ke Agjencia e Trajtimit Pronave. Pra ti thua jebu një herë. Jebu një herë pronat, baje pronarët shkreti, se ja kanë fitu me lufte, me gjakat pronat, me shekuj. Që baje pronarët, se në fund ja ke morë ti, si shtetë, komunistët ja kanë morë tokën. Babës ti, me gjitha tyre atje. Ja ke përdor, si edhe në kokër leku, tani si e pas dokumentat. Pa ja, nuk shka. Ja. Hapi arkivat, shifi mirë, kryo zyrat për të asistencës, tani janë online, kryo zyrat të asistencës popullit, se kush do të aplikoj, nana ime do aplikoj. Kush do aplikoj? Mosha 50 vjeç, si për së aplikojnë dot. Kështu të dy kryosh, i ke shkrije Agjencitë të këthin prove, kryo zyrat e asistencës për aplikimet, në qoftë se i ke online sistemet, që të njerëzit ju vish ndim. Normalisht, a i tha që do ju bëjmë dhe projekte të urbanë, i kalon në egzagerim, por që ose ke zyra asistence për aplikimet, njerëzit paraqesin dokumentacionin që kanë, kryon një procedur, e ju këthen pronat, duhen këthy pronat njerëzve që kanë pronat atje, që s'kanë shere mas kanë, që i kanë në posedim tash 35 vjet edhe mas ndrimit të sistemeve. Për 50 vjet i penalizove jo moret, tani su jep letrat. Tani thu, merë një borgj, ju se japun borgj, se borgj është ai. Me garanci shtetërore, po borgj, o kredimë, vëlla. Po pritë dhe më jep token njerë. Se në base e gjeju në redin që i ka lege dhe bëjmë marrëveshje me te, unë se jam i zoti, ma zhvillon ki. Pra futet dhe biznesin lojnë, se a i fshatari ka pak mundësi që ta zhvilloj vetë, aq ma tepër që kanë hangër një goditje. Janë 100 sa banesat të prishura. Kështë që në fillim jepu të pronën. Pastaj fillon këndima, kë paketa male. E para me që unis, edhe kur unis për keq, unis në theth ajo, aksioni i brutal, si ta quim.